Prej 2 muajsh, rezonanca magnetike në Spitalin Rajonal të Shkodrës është në funksion të plot duke mbuluar të gjithë zonën e veriut. Shefi i Mazherisë Agim Dokaj thotë se çdo ditë bëhen nga 10 ekzaminime për problematika të ndryshme. Nga fillimi i muajit mars është vendosur rezonanca magnetike, vizitat vazhdojnë çdo ditë, është bën me planifikim. Për rrethet për qarqet e tjera, për qarkun e Kukësit dhe qarkun e Lezhës, planifikimet bëhen në Tiranë, kurse për qarkun e Shkodrës planifikimet bëhen pranë Spitalit Rajonal Shkodrës, mesatarisht bëhen 10 rezonanca çdo ditë. Rezonanca magnetike domosdoshme më shumë është për problemet neurologjike dhe të gjujve, gjithsesi rezonanca magnetike ka një përdorim gjerë edhe në smundjet e pankreasit dhe rrugëve biliare intrahepatike. Shefi i Mazherisë thekson se rezonanca magnetike nuk është një ekzaminim emergjence, ndërsa vizitat realizohen vetëm me planifikim. Rezonanca magnetike nuk është emergjencë. Rezonanca magnetike bëhet gjithmonë me planifikim, marrësi ka në vendosur konsulta dhe shefët e shërbimeve të reparteve, kurse për rrethet e tjera planifikimi bëhet nga një zyrë pranë qendrës spitalore Nën Tereza dhe çdo ditë vjen lista e pacientëve nga Tirana për pacientët që duhet të aplikojmë dhe të kryejmë ekzaminimin e rezonancës magnetike. Ky shërbim i ka kushtuar buxhetit të shtetit 95 milion lekë, por falë këtij investimi tashmë 3000 pacientë nuk do të kenë nevojë më të udhëtojnë drejt kryeqytetit. Ndërkohë Spitali Rajonal i Shkodrës është duke u shndruar në një model të ri të shërbimit mjekësor, pasi falë investimeve të shumta po kthehet në një nga qendrat më të rëndësishme të veriut të Shqipërisë, por edhe në të gjithë vendin.